Fundjava e fundit e muajit mars ka sjellë një fluks vizitorësh në parkun kombëtar të Qafshtamës, ku panorama e mbuluar nga bardhësia e Dëborës ka tërhequr turistë nga zona të ndryshme të vendit. Peizazhi dimëror i ndërthurur me natyrën e egër dhe ajrin e pastër malor ka kthyer parkun në një nga destinacionet më të frekuentuara të kësaj fundjave. Vizitorët shijojnë jo vetëm bukuritë natyrore të zonës, por edhe gatimet tradicionale që ofrohen nga bujtinat dhe bizneset lokale. Përveç shëtitjeve në natyrë, turistët kanë mundësi të përjetojnë edhe aventura në terren përmes mjeteve të posaçme turistike. Motorët me 4 goma janë kthyer në një nga aktivitetet më të preferuara për vizitorët që duan të eksplorojnë shtigjet malore dhe natyrën e egër të parkut. Unë e preferoj shumë Qafshtamën. Qafshtamë ndodhet edhe krojt 19 si sipas gojdhanave, mbreti Zog, bindë dhe mushte ujë apo safat për në se ka veti shumë kurative. Ajri i pastër shumë, pisha, qetësi. Gjithat mirë sa e kemi ka qenë shumë plot, edhe tuj ka shumë. Janë foto angazhimet e reja, cilat janë kampingut, turet me motorra, dhe po pëlqej dhe është masë, për shkak sepse ka dhe klim shumë mirë për shëndetin, po është ndër atraksionet të mira. Një tjetër pikë e njohur që tërheq turistët në këtë zonë është edhe kroji i Nënës Mbretëresh, një prej atraksioneve më të vizituara brenda parkut kombëtar të Qafshtamës, i njohur për ujin e tij të freskët dhe historinë që mbart.